Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jeni edhe me një të diel, jeni edhe me një emision në Majë të Gjuhës. Dhe këtë radhë kemi përzgjedhur një shef të ri për nga mosha, por jo të ri në kuzhinë. Është njëri ndër shefat më të mirë në Kosovë. Është njëri ndër shefat që është i orientuar në kuzhinën gurme dhe është njëri ndër shefat që ka marrë 2 vite me radhë çmimin e parë në Kosovë për përgatitje fantastike të ushqimit. Me ne, miq të nderuar, Dardan Makolli. Dardan, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Shumë i ri bre? Po me mosh, po me punë kom fillu këgja herët, edhe me pasion, me dëshirë, me vullnet. Arrijet çdo gjë. Po, Arrijet çdo gjë. Para se me vazhdu me Dardanin, unë do të preferoja, miq të nderuar, që ta ndjekim dokumentarin për Dardan Makollin përgatitur nga Ben Apolloni. Dardan Makolli është shef ekzekutiv në hotelin Swiss Diamond Prishtina. Rrugtimi i tij profesional ka nisur në Kosovë, në shkollën profesionale të hotelerisë dhe turizmit shtatori në Prishtinë, ku hodhi themelët e profesionit të tij. Gjatë asaj periudhe, ai dhe bashkë moshatarët e tij ishin të detyruar të gjenin vetë vende për praktik në restorante dhe hotele, pa pagesë, duke parë këtë si një mundësi të çmuar për të fituar përvojë praktike. Përveç shkollës dhe praktikës profesionale, Dardani ishte i angazhuar edhe në mësimin e gjuhës angleze, si dhe në futboll, pasion të cilit i u përkushtua për 7 vite si pjesë e klubit Kosova të Prishtinës, ku dallua si një nga lojtarët më të mirë të ekipit. Megjithatë, në një moment vendimtar, ai zgjodhi t'i përkushtohej plotësisht kuzhinës. Praktikën e parë profesionale e zhvilloi në restorantin Ramazoti në Prishtinë, falë mbështetjes së profesorit të tij, i cili e vëreti pasionin dhe përkushtimin për punë. Pas një viti, ai nisi praktikën në hotelin Swiss Diamond, ku për 3 vite u rrit profesionalisht dhe ku filloi ndërtimi serioz i karrierës së tij. Falë angazhimit maksimal, disiplinës dhe aftësisë për të mësuar shpejt, talenti i tij u vërejt nga shefi ekzekutiv i atëhershëm i hotelit, Nasen Akgul, i cili e përfshiu në ekipin e tij profesional dhe e mori me vete të punoj në hotelin me 5 yje, Hotel Merit Royal në Çipro. Atje punoi për 1 vit e gjysmë si pjesë e një restoranti francez, duke bashkëpunuar me shefa profesionist nga Franca dhe duke përfituar një uri të rëndësishme në gastronominë ndërkombëtare. Pas kësaj eksperience, rrugtimi i tij vazhdoi në Dubai në një nga hotelet e brendit prestigjioz Fairmont Hotel. Në Dubai punoi për 3 vite e gjysmë, gjatë të cilave përfundoi trajnime të shumta profesionale në fushën e higjienës, sigurisë ushqimore, menaxhimit të produkteve dhe trajtimit të stafit. Paralelisht i nisi studimet bachelor në hoteleri dhe turizëm. Pas kthimit në Kosovë, u rikthye në Swiss Diamond Hotel, ku pas një periudhe mori pozitën e shefit ekzekutiv. Njëkohësisht vazhdoi studimet master në Kolegjin Pjetër Budi në drejtimin menaxhim hoteleri dhe turizëm, ku diplomoi si një nga studentët më të dalluar. Përvoja e fituar ndër vite i ka mundsuar të përballojë me sukses sfidat profesionale dhe të menaxhoj punën sipas standardeve bashkëkohore. Kontributi dhe puna e tij janë vlerësuar edhe në nivel kombëtar dhe rajonal. Në garat e organizuara nga Oda Hoteliere e Kosovës dhe Shoqata për promovimin e hotelerisë, është shpallur 2 herë radhazi kuzhinieri më i mirë në Kosovë dhe rajon. Nga një juri prestigjioze, edhe pse i ri në moshë, shpejt ka arritur të krijojë emrin e tij në fushën e gastronomisë. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një shef që punon me përkushtim e profesionalizëm të lartë, Dardan Makollin të gjithë e kanë në Majë të Gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Dardan, e ndoqëm dokumentarin, praktikisht dokumentari është i bazuar në biografinë tënde 29 vjeçare, do të thotë je i martuar e ke një djalë, por ky është, të themi, deri në ditët e sotme, je i martuar me Delvinën, një vajzë të re shumë të bukur edhe të mirë, por një kohë edhe ti ke qenë djalë i vogël. Ku je rrit?
Po, unë jam rrit në Prishtinë, në lagjen Kodra Trimave. Aty kom fillu në shkollën fillore, më pastaj te shkolla e mesme e kom pas një dyshim. Normal, kam qenë nxënës i mirë edhe në shkollë fillore, edhe në shkollën e mesme duhet më drejtu se në cilin aspekt dëshiron të ardhmen tonë. Po. Normal, kom pas mundësi me shku edhe për në stomatologji. Po. Mirë, po tani tu mendu, tu e po që për një me kuzhinën edhe kom pas pasion edhe kom marrë me dëshirë me fillu edhe me shku me shkollë, tamam që të drejtim të kuzhinierit, edhe që në të ardhmen me pas sukses, edhe me fillim bazën me fillu mirë. Normalisht për me përgadit, si shumica prej kuzhinierave, bazën edhe e kanë marrë të shtëpia. Po prej nanës a prej babës? Po, kryesisht nana, po edhe baba ko pas kohë kur ishte i lirë, kishte dëshirë për me përgadit për familjen, diçka, edhe domethënë e kom pa që ushqimi e sjell një farë lloj lumturie në shtëpi, është një farë lloj kënaqësie, edhe në çat aspekt kom vendosur që më fokusu më shumë te pjesa e kuzhinës. Edhe prej fillimit e kom pas synim edhe qëllim arrit një pikë që më bën një kryeshef me një hotel të mirë, ose edhe më lart me shku deri te kuzhina gourmet ose deri tek ylla, domethënë Michelin. Deri te Michelin. Po. Fatkeqësisht Kosova ende nuk është në kuadër të Michelin Stars, nuk është as Shqipëria. Do të thotë një pjesë e Ballkanit fare nuk është, por përpos Slovenisë, po Slovenia është. Por kur nuk i dihet ti ende i ri. Më trego kur vendose që të orientohesh në, të themi, në kuzhinë, se kuzhina, thonë, është mbretëria e gruas në shtëpi. Por kuzhina jashtë, në hotele, në restoran, është mbretëri e burrave. Kur vendose të orientohesh në kuzhinë, çfarë ishte reagimi i prindve? Çka të thanë prindërit? Stomatologjia, kuzhina? Po, futbolli, se ti ke qenë edhe, futbollist në... Po, në një klub të Prishtinës, Kosovë Prishtinës. Po, Kosovë Prishtinës, po. Kom ushtru 7 vite futboll, edhe qatë kohë kom për një me dyshim se në cilën pjesë duhet me vazhdo. Ma mirë që i ke dalë këndej. Bile komt nuk i bronë. Kom shpetu komt, po. Edhe, do me thonë, prej fillimit, kur vendosa për me shku në këtë shkollë, kryesisht familja më kam mbështet shumë, edhe kanë ditë që për një me është prej një prej drejtimeve që, sidomos për punë, ka shumë kërkesa, edhe normalisht që me kohë vjen edhe puna të pagesa e mirë, të një farloj ki autoritet ma shumë, edhe do më thonë gjithë qka u bashkëpunu mirë, edhe që me arrit deri te suksesi. Cilat receta i ke mësu prej nanës? Po, kryesisht tradicionale normal. Cilat ka pëlqy ty mas shumë? Po, normal, qëto ushqimet cilët i pëlqejnë se cilit tri, do më thonë këto palacinkat, do më thonë këto kanë qenë prej të parave që më kanë fasionu qyrë për shembull prej brumit, pjekët, arrijet tani me përpunu, me dalë diçka e shishme, tani me kombinu me ëmbël, me djath ose me diçka. Domethënë e kom pa një mundësi që ka prej një produktit thjesht, ki mundësi nëse e përdor kreativitetin, me arrit dhe diçka që është shumë e mirë dhe shumë e ndryshme, shumë risi. Tani dhone se i ri kom pas se paka shumë me pas kombinime me shije, ëmbël, njën, domethënë me provu, me kështu që po arrijet të paka shumë të reagimet të familjarëve edhe kështu. Prej gjellnave tradicionale që i ka pregadit nana, se palacinkat nuk janë sen tradicional, cilat ka pëlqy ty mas shumë ti? Tova me oriz, elbasan tova, po, është elbasan tova me këz, domethënë, po ajo ka qenë prej sene mas favoriteve që i ka bo nana jote. Bile shumë shpesh po e pregadit edhe kur të mbledhëm familjaresht. E pregadit se të pëlqen ty. Mirë, ti cilën e preferon ta pregadisësh vetë prej këtyne ushqimeve tradicionale? Kryesisht unë kom qef me bo sene jo bashkë tradicionale, po me modifiku, me shtu produkte të reja, me ndryshu pak stilin e prezentimit, do me thonë nëse o konë veç me një tavë, tash mi bo 2-3 tava ma të vogla, me kombinu, edhe do me thonë çdo herë unë në tavolinën e shtëpis bi sene të reja, do me thonë ja prezentoj provën e që to është e mirë është kështu, edhe ka njerë komentet mira, ka njerë që pëlqen, do me thonë pëlqen kështu për me... Me i sfidu edhe ata në shije të reja. Për shkak që me posa dhe ata parasysh që mundet për shembull prej një sene tradicional me kalu diçka pak më moderne, pak më.
Shumë bukur. Është koha, unë me ta dërgu të një SMS, Dardan, ti përzgjedhi një 5 miq, cilve do t'ja dërgosh, nuk e lexon, veç e bën copy and paste. Derisa Dardani ti dërgoj ato 5 SMS-a, të cilat nuk e din se çfarë kanë për mbajtjen, ne miq të nderuar ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot do t'ju tregoj një këshill të shkurtër dhe shumë të mirë për yndyrë në gjak. Më thonë mund ta përdorin të gjithë personat të cilët e kanë yndyrë në gjak, por jo me ushiru me te, por patjetër duhet t'i përbahani këshillave mjekësore dhe duhet t'i merrni terapinë që keni, por kjo është nganjëherë kur e vreni që as terapia, as kur gjo nuk po ju ullë aq sa duhet yndyrën në gjak, prandaj e ndihmoni si shtesë të terapisë juaj e përdorni këto, e cila është as pak e dëmshme dhe është me produkte të cilat ju kam dhe i përdorim për çdo ditë, por duhet të përdorni ashtu sipas udhëzimit që ju jap tash unë. Për këtë këshill ju nevojitet një kavanoz 500 ml. Ju vyten 2 fiqa çdo ditë, edhe 250 ml uthull të mollës. Atëherë kështu, i merrni 2 fiqa, mas pare i pastroni mirë, i terni, ja hekni këtë pjesën, këtë bishtin këtu, dhe kjo mas ja keni hek bishtin, kjo veç është pak e preme, por e preni edhe pak kështu në mes, dhe e veni në fund të kavanozit, dhe ja shtoni uthullën. 250 ml uthull dhe 2 fiqa të tharë. Atëherë, këtë kavanozin e mbyllni, e leni dikun në temperaturë të dhomës, në kuzhinë dikun, dhe duhet të qëndrojnë këtu 12 orë. Për shembull, nëse rastisht e keni rregullu kështu, e keni qitë në kavanoz në ora 8 mbrëmje, atëherë në ora 8 mëngjesit duhet t'i hani në esull. I hani fiqat, i nxerrni prej ufllës, i hani dhe ufllën e mbyllni dhe e leni. Prap në orën 8 të mbrëmjes ditës tjetër, i shtoni 2 fiqa të cilët nesërmet mëngjes i hani dhe uffullën e përdorni kështu me radhë për 7 ditë. Pas 7 ditëve e derdhni uffullën, e shtoni uffullën e re dhe vazhdoni edhe 2 javë tjera. Ju kisha këshillu ta bëni analizën e yndyrës në gjak para se ta provoni këto dhe do të vreni se yndyra do të zbret. Nuk është mirë me përdor shumë shpesh, po për shembull mundeni do 2-3 muaj kur e dini që keni tepru pak ma tepër me ushqim ose diçka, sidomos këtij dimrit është ushqimi pak më i rënd, prandaj mundeni me përgatit për shembull çdo 2 muaj ose çdo 3 muaj varet si keni gjendjen e yndyrës në gjak, dhe është një recetë dhe një këshill jashtëzakonisht e mirë me këshillat e gjyshëve tana dhe nanave tana të cilat të shumë persona ka treguar sukses. Unë e përdor edhe në familjen time, prandaj është diçka që mundeni me provu edhe ju dhe nëse ju bën mirë, përdorni, nëse jo, atëherë as dëm nuk ju bën. Shikues të nderuar, unë ju përshëndes me këtë recetë të mirë për yndyrë në gjak dhe ju këshilloj ta provoni nëse keni problem. Deri në emisionin e radhës, unë ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mira. Dardan ti I dërgove. Kujt ja dërgove? Po, pikës parë dërgova grus, me këshirë çfarë sugjerime që është tek po më ndihmon. Tani e dërgova 2 ndihmësave që I kam në kuzhinë me këshirë edhe ata çfarë idesh po japin. E pas ke lexu mesazhin. E ka lexu mesazhin. Paka shumë çfarë sugjerimesh edhe po. Ja ka lëshuar. Edhe vllaut. Okej. Mesazhi të cilin ja dërgova unë, të cilin e ka shkruar Ben Apolloni, përndryshe që ato pyetje 5 në kajmak që I quajmë na janë të përgatitura prej Ben Apollonit, e po ashtu edhe SMS-i pazarar. Shkojmë me mesazhin që Dardani ja ka dërguar. Grus, 2 bashkëpunëtorëve edhe vllauta.
Okej, 4 vetave. Po, Okej. Mjafton edhe 4 veta. Jam në hall. Më ka thonë menaxheri i hotelit që po vjen një delegacion i madh mbi 40 veta të huaj dhe po kërkojnë ushqim tradicional një natë. Nuk po e di, a mi bo pasul me misht thot, fli me speca turshi, apo najtav me oriz. A ki naj sugjerim ti? Ta shofim se çfarë do t'i sugjerojnë gruja, kolegët edhe vllau Dardanit, ndërkohë ne po vazhdojmë bisedën, ty ndërkohë të vinë po, mesazhet, e lem të hapur telefonin në mënyrë që dikush po po të thirr rinori, domethënë çaj asistenti. Asistenti, okej, qele me interfon ta ndëgjojmë çfarë po thot. Alo, Të bëne, ku je, sa po bën? që më shpej edhe qëtë. Flajti ja? Jo, marrë të më shua. A ne, pe qatë mesazh, çka po thumë me bo? Sa të i kena që ta? Ku i kjena ta? Në restoran. Spesa? Po, Kushe që jetë mesazh? po se di qa po thu ti, apo më thunaj sen. Që më thuni se? Po dhe qa po më sugjeron, qa po qesëm? Është me qitë fli jaman ti jema se janë ordje. A, ne u bo, pro. Qitë fli jaman ti jetë dhe spesa, nëse më thonë atina me donë me blej me lëmë, me shenë me moza. Po dhe u kry njëre, a ne qa shtu pja bojna. Është me qitë jetë dava. Hajt. Flia mantia dhe speca Qatë kena, po. Qatë kena. Doli mi blejmë në speca me mazë. Për ndryshe në tregun tonë ka shumë speca të mirë me mazë. Tepër bukur, tepër mirë të shishëm. Po i bëjnë ka shumë kompani. Ide po prej rinorit, është E ki asistent. po. Apshe, Sushe po zavend. edhe s'po dën me të lodhë shumë. Se për tavë me oriz duhet me marë, me prenishin, me zgjedh, me zi, me qitë, Diska plus pak ma shpejt, ma ma lehtë. shpejt, po, inshallah. Edhe mirë, kvaliteti mirë. Edhe kvaliteti mirë, normal. Edhe tash po vazhdojmë, presim edhe mesazhe tjera, po vazhdojmë. Cila ka qenë sfida e parë kur je orientu në kuzhinë? Me çka e ballafaqu që diçka ka ardhur rand? Po, normalisht, sfida e parë ka qenë puna që është po realizohet. E kom po për shembull se secili, kur të është ka shumë kuzhiniera, ndihmësa, secili është i angazhuar në atë punën, secili e merr ka një punë, ka një detyrë për me kry, edhe secili mirret edhe angazhohet me çatë punë, edhe komunikimi që bëhet brenda, domethënë e kom po se prej fillimit deri në fund e dërgon domethënë çatë punën që e bën. Edhe komunikimi që bëhet, domethënë kjo më ka dhënë shumë interesant, që është po arrihet me pas një komunikim të mirë, me ardhe të përfundimi përgatitjeve, të përfundimi menyjave, çdo që ka pas në plan kuzhina, ose të një porosime e thjesht, që janë ndonë sektorët, ai për shembull se kuzhinieri tjetër e bën sallatën, mishin, perimet, edhe në fund të 3 sektorët finalizohen në fund edhe e shërbejnë në mënyrë dhe standard që duhet. Edhe në fund shefi thot që kjo bën, që kjo s'bën. Po, në rast se nuk është diçka Po, tani ti je ai, tash po. praktikisht kryeshefi ekzekutiv i kuzhinës edhe ti e jep vizën jeshile ose të kuqe dhe i thunë ndale. Po. Po, a ndodh ndonjëherë që mundoheni shumë që të bëni diçka të mirë, por diçka ngec, të ndonjë recetë e re për shembull? Po, për shembull, kur të kena me përgatit menyja të reja, se zakonisht punojnë edhe me menyja sezonale, verore, dimrore, paraprakisht na e bojna planin edhe fillojna me testu, domethënë brenda kuzhinës e bojna provat, se qëtë produkt po dojna qëtë mënyrë me dalë, me këtë lloj sosi, e provojna, nuk përputhet mirë, nuk ka harmoni, e ndryshojna sosin. Domethënë na merr një kohë mjaftueshëm për me arrit deri te përfundimi. Taj normal kjo bëhet në bashkëpunim me asistenta, me kuzhinier, po kryesisht do me ditë fokusin se çka po don në fund me ardhur te rezultati. Në rast se e din rezultatin çka po don me arrit, atëherë këto kombinimet i zgjedh shumë lehtë. Tash po shkojmë diçka personale. A të ka ndodhur me të djeg komt, të ndajtë në kom? Po, ka ndodhur edhe më bëj ashtu si lloj ushla, domethënë prej punës të orarit gatë non-stop në kom, presioni, domethënë kryesisht në për sezona ndodh që do të më nejt orar më shumë, edhe me pas
me ditë me menaxhu që të stresin. Çka bën për me menaxhu stresin edhe për me rikuperu organizmin praktikisht? Se e di që shefave shpesh verës, sidomos, se ju nuk e shihni diellin me sy, ju bjen vitamina D, ju bjen vitamina B, çka bani për me menaxhu stresin edhe me rikuperu organizmin? Normalisht në kuzhinë një kuzhinier i mirë do të më konë një menaxher i mirë, do më konë edhe me pas sjellje të mirë, edhe ato gabimet që ndodhin më konë një profesionale me ditë me zell edhe me dalë mirë te klienti, pa marrë parasysh çka ndodh brenda në kuzhinë ose jashtë saj. Kryesisht hapi i parë është para përgatitjet të në kuzhinë ose mise en place që i thonë në gjuhën e kuzhinës. Nëse ti ke mjaftueshëm para përgatitje, edhe ki domethënë tamam niveli standardit që nevojiten, atëherë ti në farë mënyrë ai presioni i parë largohet, domethënë nuk e ke presionin e materialit se aki vetëm për me realizu dhe për me përfundu mirë. Në rast se ki mungesë të para përgatitjeve, atëherë automatikisht stresi fillon më rrit. Tani është puna të porosijat, do të me ditë sakt për me menaxhu porosit, me dalë çdo herë se cila porosi me dalë e standardit njëjtë, me këshyrë apo arrihet që ajo qëllime që na i kena vendosur si pijat, që ato shije të cilat na i kena vendosur me konë qatë pijat, në qatë stresin e punës, domethënë apo arrihet me dalë njëjtë që e kena planifiku edhe qatë shije që na i kena testu na ka pëlqyer edhe klientit. Tani te menaxhimi, domethënë e tavolinav, ajo ndodh për shembull në tavolinë ka kombinim të pijatave kështu, me dalë çdo herë çdo njëna me dalë bashk, secila me konë sallata e freskët, sosi freskë, mishin, domethënë çdo herë mu përcjell çaj kvalitet, edhe normalisht me kohë, domethënë me dalë me kohë, jo më vonu, jo më dalë para kohë, jo më idhnu. Klienti ku që 20 minuta kom porosita lasëm garë. Domethënë këto do me konë gjendje që me ditë me menaxhu edhe mos me ordej të stresi. Ndodh ketë këto hapat i kalon mirë, kur të shkon te musafiri, prap musafiri mos me konë i kënaqur, po. Domethënë tani është e shija individuale e klientit. Këtë rast edhe ai cili shërben, këtë rast kamarier ose dikush, do të me ditë për me shpjegu çka përmban pijata, çka ka menu shefi, çka ka, domethënë paraprakisht ja jep një ide edhe klientit se çka po i shërbehet, që kjo na leton neve, ndodh që nuk i pëlqen, okay, domethënë bojna zaventsim, bojna ndryshim, po krejt domethënë kuadër të konceptit edhe idesë që kjo ishte për me menaxhu stresin, por si e rikuperon organizmin mas sezonit? Çka bën? Okej, e di që shkon pushim një 2 javë det, shkon me familje, por zakonisht pushimet me familje nuk janë edhe pushime, se nga në mas djalit, nga në ashtu hajde ku, në cilin hotel po shkojmë, ku po shkojmë, qa po bëjmë. Çka bën ti vetë për me e rikuperu organizmin, se duhesh me qenë i gatshëm tash për punën tjetër? Normalisht, si sport i preferum futbolli, cilin e kom dasht edhe e kom provu, e kom ushtru domethënë për 7 vite, tash mundësinë e parë që më jepet me shok, mbledhem edhe bëjmë lojë futbolli relaksuese. Normalisht, futbolli është edhe një sport cili mundson edhe të jep një farë shkolle për me bashkëpunu, domethënë me konë punë ekipore. Edhe kuzhina e lyp punën me konë në ekip. Edhe kjo besoj që ka qenë një farë qelsi shumë për mu, domethënë ka pas shumë sukses, që në basë kësajna unë me arrit edhe me ditë me bashkëpunu, me ditë me vlerësu kolegin, me respektu, domethënë çdo herë lidhen këto puna ekipore të cilat bëhen. Edhe normalisht me ndonjë lojë futbolli, por edhe në fshat, domethënë kemi në fshat, po kalojmë pushime, po. Që tu tash erdhe te ashtu, për shkak se edhe ushqimi i fshatit, edhe natyra të relaksojnë edhe ta rikuperojnë mendjen, energjinë krejt, po. Po, shumë bukur. Mirë, ty të njohin si ekspert, apo të themi si maestro të salsave. Pse je orientu te salsat? Po, Unë vetëm po ta them edhe një gjë. Shefit francez që i kam një mik shumë të mirë, i kam thënë, ne, kosovarët, edhe shqiptarët e Shqipërisë, nuk kemi nevojë shumë për salca, për shkak se e kemi mishin e mirë. Ju keni nevojë për salca se mishin e keni të keq. Por, megjithatë,
salcat nevojiten si I japin një vibe, të thom kështu, tjetër mishit ose edhe perimeve dhe të gjithave. Pse je orientu pikrisht? Arsyeja kryesore është që mishi, domethënë një mish çfarëdo që është, e dërgon në një nivel tjetër, domethënë automatikisht ja shton shijen, ja shton elegancën. Domethënë çdo sen duhet me pas edhe sosin edhe domethënë që ketë ato aromat I lidh dhe I bashkon në mënyrë I marton gjitha shijet salsa. Kryesisht seni kryesor me një pjatë për menimin tim është salsa. Nëse salsa nuk e ki të kualitetit mirë, atëherë normalisht mishi me qenë I mirë, po edhe salsa që e ngrit hala ma mirë. Okej, cilët janë përbërësit kryesor që ti I përdor për salcë? Kryesisht në varet se çka përgatisim, nëse normalisht me mish na me kështu, kryesisht I përdorim edhe venat, venën e kuqe të bardhën, uflla domethënë me vera, vajin e ullirit. Po, vajin e ullirit normal, ekstra të virgjër. Edhe buterin, ka gjashtë me përdorim. Po, buterin, vajin e ullirit. Domethënë gjitha këto I balancon me normal me ato erëzat e freskëta, magdanozi, bazili, edhe arrin deri te një sos që e ngrit një mish ose një peshk në një nivel tjetër. Cilin mish e preferon ti kështu personalisht me hangër? Jo me pregadit, me hangër. M'pëlqen kjo pjesa e ribaj, domethënë e brive, që ka pak sasi të vjamit të mirë, domethënë ajo m'pëlqen se tamam e jep atë shijen e mishit. Jo, s'po dishe. Normal kur e shoqëron edhe me një sos, edhe më mirë domethënë të shihen. Është shumë bukur. Okej, Dardan, të kthehemi pak te shkolla fillore dhe shkolla e mesme. A ke qenë djali I urt ajo? A ka pas të lashe nana e baba me ty? Jo, domethënë normal prej shkollës fillore kam qenë nxënës e shkëlqyshëm, edhe kur vendosa me shku në shkollën profesionale për kuzhinë, në atë kohë shkollat profesionale në Kosovë normal janë kanë çdo herë jo shumë të vlerësueshme, edhe ketë nxënësat cilët nuk kanë pasur notat mjaftueshme kanë shkuar në shkollat profesionale, që për menimin tim ka ngabim kjo. Mase që u fillova në shkollën e mesme, ato ditët e para, java e parë, prezantimi se cilin nxënës, unë kur e prezantoisha veten si nxënës I shkëlqyshëm, krejt fillojshe me qesh, pse ke ardhur këtu, apo kupton, me shku në gjimnaz ose dikun. Edhe domethënë ka çudit ky fakt pse kjo mbrapa mbetje tek shkollat profesionale. Mirë po tash pesha se kena non stop kontakt me shkollën profesionale, kanë bë domethënë edhe shkolla e re u ndërtu moderne, ka kuzhinën në shkollë, se në kohën tem u dashur vetë mu interesu me gjetë një restorant ose një hotel që me majt praktik, pa pagesë, pa kurrë, veç me pas qasje në kuzhinë, edhe me pas mundësi më mësu, më aftësu për vete. Cila është puna e parë që e ke bërë në kuzhinë në praktik? Po, a ke qiru patate? Puna e parë ka qenë, po, te qepët, te patatet, edhe domethënë tek baza kryesore, tani me që ato tu shku, tu këshirë që po përgatiten. Po normalisht kemi fillu mirë prej praktikantave, domethënë prej shkollës, edhe non-stop secili restorant e ka ditë pak a shumë ku ku ka dënë me arrit, se ka pas edhe para meje që kanë domethënë prej shkollës mesme, kanë arrit më po kuzhinirat mirë. Po më vjen mirë që tash po investohet në për shkollat profesionale, edhe po ngritet cilësia e nxënësave dhe ajo po dallohet edhe në restoranet, për shkak se po punësohen të rinjt që I kanë kry shkollat profesionale, edhe po din me I përdor edhe përbërësit, edhe po din me kursy, se ju në shkolla profesionale e mësoni edhe kursimin e përbërësve. Domethënë çdo send që është në kuzhinë mund është një farë mënyre me përdor, domethënë edhe lëvorët e qepës, edhe ato të magdanoz, domethënë çdo send ti mund është me përdor, me bë buljona, stoka, pirë, domethënë nuk ka një kuzhinier I mirë, domethënë koston ta bën zero, domethënë gati që nuk është duksen se një produkt bile ndodh edhe 2-3 herë e përdor njëjtin produkt. Përndryshe masi I përmend lëvorët e qepëve, ta themi edhe kështu që edhe unë e bëj një supë prej lëvoreve të qepëve, sidomos kur është koha e virozave, e bakterieve, është supë fantastike për koll. E eliminon kollin edhe është shumë e mire, kanë bë gjyshet tona, po e bajshit edhe ju tash. Po, domethënë çdo sen mundet mu përdor në maksimum. Edhe domethënë shpenzimet mund me shku deri te zero.
Miq të nderuar, në këto çaste është mirë ta ndjekim pjatën e amël, pjatën e Rudit. Përshëndetje miq të dashur, sot kemi me përgatit muffins, një recetë e preferuar e fëmijëve. Sot do t'i bëjmë muffinsat me shije të vanilës, ndërsa nëse dëshironi ju me i bo dhe me shije të çokoladës, mundeni me e zvoglu sasinë e miellit dhe me shtu sasitë kakaos. Çka na duhet në këtë enë të vogël, e vendosim një vezë të plot, pasi që unë po bëj gjithmonë sasi të vogël, ju mundeni me e rritë sasin për atë sa ju duhet juve. Unë e kam umat, këtu e kam sasin e sheqerit dhe sheqerit të vanilës. Me tel të dorës i përzim. Jogurt. Nëse do një recetën për me ju dalë 12 muffina, atëherë e merrni gotën e vogël të çajit dhe sasin e jogurtit të vajit, të cilën do ta përdori unë tani, e vendosin një gotë vogël çajit vaj, një gotë të çajit jogurt, një gotë sheqer, 2 miell, një plur përpjekje dhe një sheqer vanile. Dhe është një recetë fantastike e muffinave që nuk ju dështon asnjëherë. Unë gjithmonë te mielli vendosi edhe pluhurin për pjekje. Mirë po e qes në pjesën sipër, që nëse nuk du me ja shtu komplet, nëse nduket masa shumë e trashë dhe s'du me ja shtu komplet miellit, atëherë pluhuri për pjekje veç është në pjesën e sipërme dhe bjen tek brumi. Këti brumi mundeni me i shtu dhe fruta të ngrira, për shembull mu personalisht më pëlqen me boronica shumë. Mundeni pasi që në këtë kohë tani s'kemi boronica të freskëta, mundeni me bo me boronica të ngrime. Dhe pjekjen e kemi në 170 gradë për 20 minuta. Mos harroni që keni pluhur për pjekje në brum dhe letra duhet të mbushët deri në gjys pasi që muffinat fryhen. Unë i vendosi në këto letrat e mdhaja nga 2 lugë sasi të brumit. Me gjysën e masës të cilën u atregova juve, mu po mdaljen dikon rreth 6 muffina. Është një recetë që gjithmonë e kom përgatitur edhe për fëmijët e mi, mirë po e përgatiti edhe kur kemi porosi të muffinave në punë. Dhe po i vendosim përpjekje. Miq të dashur, si gjithmonë këtu tek ne në studia, ne i bojmë 6, po si dalim prej furrës 2 avullohen, ose 1, varësisht sa veta që llojmë këto prej stafit që janë. Nashta po ju kujtohet një ditë që kom përdor mikserin e si vegetës në një enë të madhe që e bona kuzhinën llam. Jo mu shpen. Kështu që shqene fantazi. Edhe bëhet pona shumë shpejt rohet, edhe nuk ka së tërpikin kuzhinë. Derisa të trashet, në anën tjetër e ko marrë një qese të pasticërisë me këtë formën e metalt që do t'ja bëjmë një dekor të vockët muffinave dhe do i vendosim mjedra. Në vend të panës mundeni me përgatit edhe kremën e vanilës në mënyrën e ftoftë që e kemi bërë më herët në recetat e mëparshme, ose edhe kremën mus, edhe ganash, cilën do kremë që e preferoni, mundeni me përgatit dhe me i dekoru muffinat bukuroshe. Dhe ju ja vendosim për sipër dridhakën
Unë tani doja vendosë edhe radhën e dytë. Mundeni edhe në formë të dredhës me vendosë, varësisht si e dëshironi edhe që për çfarë rasti e keni. Unë e dekorova një muffin, ja vendosi edhe 2 copa mjedër si dekor, ndërsa derisa ju, hajtë pjaqes 3, se ma e bukur të duket. Derisa ju të provoni me i bon shpe, unë e po vazhdoj me i dekoru tjerat. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe shihemi të dielën e ardhshme. Në një periudhë të jetës unë njofte me Delvinën. A ra ti në dashni me ta, a ra Delvina në dashni me ty? Po, Apo u patë kështu? ka ndodhë rastësisht, do me thonë, takimi, tani biseda për punë kështu, edhe Delvina çka punon? po e ka një salon e estetikës, do me thonë punon. Apo a Delvina këqyra ma jo mirë e rregullume? Se mu selma, këto qikat e selmës më rregullojnë, po zakonisht i thëmë, ma se m'ly shumë se s'jam nuse. Do me thënë e ka salon në estetikës, ku e ka t'i bojnë pak reklam qikës? Te Bregu i Dilit kryesisht me thaj edhe me këto pjesë tjera, po. Thaj t'i rregulloj te Leonora, por bon maki dhe vi, Delvina nuk dihet. Për ndryshe, Dardan, ti e ke edhe djalin. Sa kohë kalon, se unë e di orarin e shefave të kuzhinës, është i tmerrshëm. Orarin e kitetor, kështu me leq. Me letra, po. Po, mirë, po, ty nuk të len edhe vetja që me elon punën gjysë edhe me shku. Sa kohë të del për djalin, sa kohë të del për Delvinën, a i dhnohet Delvina nëjherë? Po, normal, ndodhë se njeri ka nevoj shumë me nejt me familje, po puna është ka njerë se duhet për një me çdo sen mos me llogarit, më fokusu në punë, me kry do më thonë rezervime cilat na vinë kështu pa pritur, pa planifikume, edhe normalisht prej ardhjes një djalit lisit, ka ndryshu çdo sen do më thonë. Tash është ajo dëshira shumë e madhe me shku në shtëpi, mu marrë me to, tash do më thonë ka fillu edhe me ecë edhe mu angazhu edhe mu edhe me pol. Më ka pak po, do me thonë është tamam koha cilën me të vërtet ka njerë po mungon edhe shpesh me foto, me video, po nuk është e mjaftueshme. Po qa me po, do me thonë në mundësinë e parë, dihet. Absolutisht. Masi po thu që puna nuk duhet të lehet, edhe një pyetje lidhur me punën. Ti punon në Swiss Diamond dhe Swiss Diamond është njëri prej hoteleve me klasë, me renome në Kosovë. Më trego, a i ke durt e lira, apo të rinë menaxherat mi kry, çka duhesh me bot, tek duhesh me bot, sidomos kur kryon meny të reja, a i ki durt e lira për me vepru? Po, do me thonë, ky sen është shumë i mirë tek Swisi, do me thonë, cilën ta jep mundësinë me shfaq idenë tonë edhe me provu, do me thonë, gjatë prova cilas i bajnë për menyja të reja, kryesisht i testojmë, do me thonë, kuzhinierat edhe menaxherat tjerë, edhe do me thonë normal, mirët edhe mendimi tyre, pamja, llogaritët, kostja, do me thonë çdo hap cilën e bajnë, po, do me thonë, na lejojnë me bë çka do që dojnë. Çdo që unë e du me ponë pjat, ata do me thonë ma provojnë. A dalin pastaj ata të kënaqur kur klientët dalin të kënaqur me menyn e re? Po, do me thonë ata lumturohen shumë për shembull nëse klienti jep shumë komplimente cilën ka ndodhur shumë shpesh, atëherë ata do me thonë vetëm e ngritin thonë shumë mirë, do me thonë kur po bojnë ata menyn të re ose po vendosëm diçka të re në këtë lloj kualiteti. Tani normal bota e analiza e menyja, produkte cilat nuk janë shumë të shitura, i zaventojmë. Çdo sen do me thonë ki mundësi ato idetë dhe planet e tua me shfaq. Normalisht në Kosovë përpara ka pas mungesë tregut, këgja do me thonë disa produkteve, po viteve të fundit ka fillu këgja mirë më zhvillu kjo pjesë, edhe po t'jep ty shumë ide dhe shumë mundësi të reja për me shfaq ato që da. Unë e di që sonte ti për miket e mia, se sonte kam të ftuara miket dhe kam të ftuar këngëtarin Fatoni Sufi, i cili do të vi t'i argëtoj miket tona. Dardani do t'a përgatis edhe një sallat me kinua.
Sallatën me kinoa, shumica e shoqeve të mia që do të vinë e dojnë, se dojnë me majt vinë. Unë e du, po jo për shkak të vist, e du pse më pëlqen. Edhe më pëlqen se kur shkoj edhe në Suisë edhe porosis është njëra prej sallatave më të preferuara që e kam. Pse pikrisht ke vendos që sallatën kinoa me pru? Për arsye se përveç kinoas kom vendosur me pru disa mishna tjerë, do me thonë kom mendu që për gjithë po, dikush nëse nuk dëshiron mish, ajo është pjesë për vegetariane apo për vegana. Ka perimet fresta, ka qitra, shoqet e mia krejt janë mish ngrënë se krejt i kom super, do me thonë një kombinim i mirë. Po, shumë bukur. Për ndryshe, brumnat do t'i kemi nga Mama Mantia, miq të nderuar, ndërsa venat i kemi nga Theranda Wine, e kemi She Wine. Ju në Suisë e di që shërbeni She Wine edhe kërkohet shumë. Bile spaku në çdo tavolin që jam ulur në Suisë, gjithmonë dikush ka dalë dhe ka lyp She Wine të kuqen, bile dhe rozen. Të bardhën po se po edhe rozen. Por, në këto momente, miq të nderuar, unë do të doja ta shohim a mos ka dërguar edhe dikush ndonjë SMS. Atë ka ardhur ndonjë SMS? Po, shumë. Hajde ti shohim, na trego kush ta ka çu edhe lexoje. Po. Normal, këta dy asistentat me rinurin që fola, tash është Valdrini, ka thonë kush ka thonë kështu, kush e ka dërgu, dhe me thonë këtë rezervim, edhe pa dijen e ti kështu, se ajo është në punë. Edhe dhe me thonë, prej vllaut ka thonë, shko me flije s'pita turshi, po masi po lypin edhe pasul bën, a vëdim. Edhe Ani pasuli me misht thot, me misht thot qafës, që i ka të përzime pak asht aty. E motra ka thonë edhe në Elbasan tavë bën, do me thonë, me ato tava që i keni. Shumë bukur. Do me thonë, kanë sugjeru mjaftueshëm. E Delvina? Delvina, nuk më pas Delvina është ty u marrë me djalin. Po. S'ka vakt mi thonë sugjerime. Okej, shumë bukur. Ndërsa miq të nderuar, në këto çaste derisa po pim, çfarë kafe keni ju atje? S'po të vest çfarë kafe, se ju i keni tona kafet, po e mirë është edhe Vilveta me pas ju atje në Suisë, se unë kur vi që si e lypi. Vilveta kafen. Shumë e mirë. Shumë e mirë, është shumë kualitet dhe... Edhe jo shumë e rana ashtu që me... Jo, a ki pa shumë e mirë, shumë. Në këto qaste po shkojmë me 5 pytjet në kajmak të cilat i ka bo Ben Apolloni. Pytjet janë pak me spec, po Dardani si djali i ri ja del mbar. Hajde ta shohim. Zakonisht profesionistit vetëm familja ja di disa të fsheta. A mund të na tregosh se cila është receta e dështuar e jotja, që familja nuk ta lejon të harrosh? Edhe sa herë fleti për receta, ta bojnë. Mos harro e amon men kur ja ke huq recetës komplet. O, bre Beni! Po, normalisht unë tregova paraprakisht që unë kom qef me eksperimentu me shije kështu. Edhe moj men do me thonë një herë me një sup kungulli, ka qenë pak në qije më tëmbël, edhe ka qenë si ftoft, kena dorë do me thonë, se cili ka prit me dëshirë më të madhe, po nuk ju ka pëlqy shumë. Ajo, a? Edhe tani Se e ëmbël? Po, pak e ëmbël. Okej, mu pëlqen kungulli ëmbël. Po, do me thonë shumë e mirë edhe për dimër. Ti e ki pas për qefi? Për qefi shumë. Ty t'ka pëlqy, po aty nësi ka pëlqy? Po tani u bosim formë hajgare edhe tani non stop përmenë. Ata përmenin gjithash? Po ka përmenin. E përmenin. Okej, shkojmë me pyetjen e dytë. Po të mund të flisnin enët të kuzhinës, cilat do të ankoj në ty më shumti? Po besoj që thika dhe jo drosa. A po, a? Se non-stop do më thonë. Non-stop i ki ndorë, non-stop. Edhe kryesisht fokusumi me konë se cila sen detajet vogla, do më thonë, ato perimet me konë të prej me në mënyrë detajzuese, kështu që non-stop të sakta. Sakt, po, të marrin kohë edhe kështu. Edhe për mish. Unë kur s'kisha mujt më bo shef, se një e prej të madhe një të vogël, një të madhe një të vogël, edhe hitë se kom dert, ama shumë shishëm pregadis. Për ndryshe, për ju shefat e gurmes, kjo është shumë me rëndësi. Konsistenca, po me moj, do me thonë, gjdo herë standardin e njej. Do me thonë, ankohen thika dhe drasa. Okej. Me qëfar thika shpunon? A i kje thikat e tuja personale? Po, i kam thikat e mija personale, po edhe kryesisht i kem kualitetit nalë që i kem në hotel.
përdorim kryesisht prej Zvicrës, disa thika speciale të Japonisë. Po, mirë, a keni as impresë të thikave se unë për qasi heki? Po, kem asiguri, kem kësi ma thjeshta. Shumë mirë. Sa herë njavi më prehni? Do më thonë, se cili e ka ato stilin, se cili kuzhinier e ka thika cilat... Ti sa herë njavi më preh? Gjdo ditë thuaj se. Do të me mojë gjdo herë të Shumë bukur. Shpresoj që ja gron vula aty të ndëgju edhe le ta din që gjdo ditë më prehen thikat. Faleminderit shumë për këtë informacion. Hajde shkojmë me pyetjen e tretë prej peshqeve në kajmak. Do të qëndrosh në një ujdes 3 muaj, do të jesh i detyruar të hash të njëjtën gjë për 3 muaj me radhë. Do më thonë 90 ditë i njëjti ushqim. Çka do të zgjedhje të haje? Veç mos më thuj fli me turshi. Ku me bo flin në ujdes? Normal, pyetje ka e vështirë, po normal përveç mishit diçka tjetër nuk kisha pas me zgjedh, domethënë. Domethënë veç mish. Mish me kryp, mish pa kryp. Mish pjek pa pjek, pa pjek. Çdo sen ki mundsi. Ato kish gërdit. Po për 90 ditë, nashta jo gërdit, po tani për një kohë kishe pauzu pak, fillon apet. Veç ishe mush me proteina. Kjo është e sigurt. Okej, shkojmë me pyetjen tjetër të parafundit. Po të kishin enët të kuzhinës personalitet, cila enë do të ishte kryeministre, cila presidente, e cila enë tjetër do të kishte rolin e ministra? Sa bukur. Shumë pyetje benua. Do më thonë paka shumë tash po fillojna me rolin e enëve në kuzhinë, të fillu për asaj ma të rëndësishme, ato ndihmëse, se që shtu një farë mënyrë... Cila është për ty ena kryesore? Normalisht, në kuzhinë ka shumë enë cilat janë kryesore, edhe pa ato enë nuk mundesh me arritë kësaj qëllim. Po mendoj që baza kryesore edhe më e rëndësishmja është thika. Mundet me konë kryesorja thika, për arsye se me thik ti prej perime, fileton mishin, peshkin, do me thonë, është ajo cila jep drejtimin se cilit produkt që i kin kuzhinë. Po. Do me thonë si kryeministre nashta thika. Okej. E presidente, do me thonë edhe presidente, drasa nashta, edhe ministra do me thonë tiganat, fërterët, të nxjerë, do me thonë këto pajisje ndihmëse, unë me qenë ministra. Se cila drejtimin e vetë? Pjata çka i kishe bë? Drejtoret sektoreve? Po do me thonë sektoret mësafirëve që shkojnë edhe shërbeje. Po edhe ato drejtorë kanë rëndësi, do me thonë pamja të jep përfundimin. Do me thonë, unë e fillova prej bazës, po gjitha e kanë atë rëndësinë e vetë normal. Sa është i rëndësishëm se ti ma herët e përmende që edhe kamarieri duhet me ditë se çka ke përdorur ti në meny, në një recet që shërbehet. Sa është i rëndësishëm shërbimi për një përvojë të bukur të klientit. Se ushqimi mundet me qenë fantastik, por kamarieri, ose që themi ne shpesh, kamarieri është ai mësiti që e transmeton, do me thonë, që e shet mallin. Sa është i rëndësishëm te ju për shembull? Po unë po t'rregoj një rast tim personal, kur gjatë punës time që e kom bë në Dubai, ato do me thonë e kom po çfarë niveli do të me konë të përgatitur kamaria. Do me thonë kish raste që do me thonë shumë ma mire di ke menynë dhe produktet kamarierit se sa disa ndihmë sa në kuzhinë ose dikush. Do me thonë, a i ishtë në gjendje me të korrigju ty se a i ke vendosë këtë produktet apo mungon diçka. Përveç asaj që du të me ditë edhe për mbajtjen e sosave, se ka klientë që kanë alergji të ndryshme, do me thonë, atëherë a i do të me konë në gjendje që nëse një sos përmban, për shembull susam ose diçka, ose glutena, laktoza. Do të me ditë kamarieri se çka përmban, edhe nëse klienti e tregon që ka intolerant, do me thonë diçka, atëherë ai me tregu që kjo përmban kështu, edhe me sugjeru diçka tjetër që nuk e përmban. Do me thonë me konë gjendje kamarieri mirë, me ditë edhe me bë, do me thonë kësi ndryshime, mos me prit vetëm ta pyes kuzhinierin, do me thonë kjo është vetëm humbje kohe dhe jo profesionalizëm. Shumë bukur. Faleminderit që sqarove edhe këtë gjë dhe kemi pyetjen e fundit për sot. Sa është bashkë e fundit, po pyetja e fundit në kajmak.
cili është kombinimi i ushqimit më të çuditshëm që të pëlqen, por që kur nuk i kishe futur në menyn e restorantit ku punon? Okej. Normal, më pëlqen me lujt me shije, kaq shumë, edhe personalisht më pëlqen me kombinu shijet prej ëmbël, mjel, domethënë edhe djegst, po kryesisht nashta që s'kisha pas dëshim me fut meny, është disa produkte ushqimeve që kanë erza shumë që vijnë kryesisht prej Azisë ose Turqisë, Indisë, tek këto cilat i kemi tradicionale. Domethënë mendoj se nuk ka një farë lloj përputhshmërie, edhe kryesisht shqiptarët nuk kanë qef shumë, nuk e pëlqejnë me pas shije aromat Aromat të rënda, sidomos të indisë për shembull, që e kanë, okej. Shumë bukur, kjo ishte e fundit, mirë po. Tani, para se të përfundojmë, Dardan, këtu është fletorja e emisionit ton, dhe këtu të gjithë mysafirët që i kemi pas, radhazi, kanë shkruar diçka për emisionin ton, edhe si janë ndje, çka po mendojnë për emisionin, livdëm pak se shumë kom qef. Kështu që shkruaj dhe pastaj na e lexon. Në këto qaste do të ndjekim recetën e Mamadeus. Përshëndetje miq të dashur. Për sot fëmijët ushqeni me nga një perfeta na po e bëjmë një recet për prindërit. Po e bëjmë një recet për prindërit që dojnë me majtë dietë, për prindërit që dojnë me përmirësu qarkullimin e gjakut, tretjen, funksionimin e trurit, e tjerë, po krejt për prind është kjo recet. Do me thonë ju thash, perfeta fëmijëve prind këtë recet. Kemi ananas, rreth një gotë me copza ananasi, e kemi një mull edhe kjo në copza, një gotë ujë me 1/4 e gotës fara chia. Ju kam tregu fara chia, janë fara me shumë të pasura, me magnez, me omega 3, e ndalojnë absorbimin e sheqerit në organizëm, do thot janë të rekomandueshme edhe për persona që vuajnë nga diabeti, për shtatzëna, për fëmijë gjithashtu, e tjerë. Ndërkaq ananasi ka veti anti-inflamatore, përmirëson qarkullimin e gjakut. Nuk rekomandohet mu me mra copa e mollës, po bjen ka njëherë, e merë se është e pasër këtu, besoj edhe në kuzhinat e ju janë njësoj. Kështu që, për vetit e mollës e dini, një mollë në ditë e largon doktorin e mban larg, përveç nëse keni doktorin familjar e s'keni ku e qani. I bojmë bashk krejt këta përbërs e mu po më dhimen qëto farat që më kanë me qëto. Qështo. Shqyrborat mi kanë pru korrekt, miloti edhe gjyneri, këtu i kanë qitë pallomat, letrat, bora, edhe këtë mrekullina e gonës për që atje se mandi bërtet. Tash është koha me u përvjel edhe me vazhdu bër me vivaksin ton të dashur që e kemi marrë në si vegeta. Mos e harroni, me njëherë tash tu më pa mu e tu e lyp në rrjetet sociale si vegeta për me pa qka kanë oferta, me ble dhe ju blenderin qëtë si one, qëre turbo këto. Për sot nga ka dalë si smoothie. Nëse doni me bo pije, nuk doni me hangër, me luk, mundeni me i shtu më shumë ujë. Nëse doni me bo si puding, e bani fillimisht kështu si smoothie, si onë që që kom bo, veç edhe e leni mrenda natës në frigorifer, ose minimumi 4 orë dhe fara qia bymehen, edhe e arrin formën e pudingkut. Tashon e po e marrë veç edhe pak po e dekoroj se na bërtet rudi, me bo me na e pa pjatën pa dekor. Dashur miq, kjo është pija jonë magjike e ditës së sotme. Mos e leni pa e provu, unë për ju uroj shëndetje të djetë të bukur,
e ne shihemi të dielën tjetër. Dardan, çfarë shkrove? Po. Jam ndjerë shumë i privilegjuar dhe i vlerësuar nga ana juaj, sepse në këtë emision tregohen shumë vlera dhe vlerësohen shumë punëtor dhe ata që mundohen të kenë sukses në të ardhmen. Faleminderit shumë që ekziston dhe shoqëri që të kemi. Faleminderit, shumë faleminderit. O, sa bukur e ke shkru, edhe më skuqe pak. Shumë të faleminderit. Jo, seriozisht ky emision tregon shumë vlera dhe domethënë si fëmini e kemi përcjellë dhe domethënë jam i privilegjuar se kam marrë. Ku më skallzo sa. Ti e kon 9 vjeç kur e kemi fillu këtë emision, 20 vjet po bahen miq të nderuar dhe shumë profesionista, domethënë shumë profesionista janë praktikisht mbi 700 e diçka emisione janë transmetu, e mbi 700, jo vetëm mbi 700, po mbi 1000 profesionista kanë defilu. Po, e mos të flas edhe për mysafir të tjerë të skenës publike, por edhe jo publike. Pavarësisht për kësaj, unë të falenderoj shumë që ke ardhur këtu, që na e ke dhënë kohën sot. Falenderoj edhe menaxhmentin e Swiss Diamond që e kanë leju Dardanin sot të vi këtu dhe të ndaj recetat e veta me ne, dhe atë që e ka përjetu, do të thot Dardani gjatë jetës së vet. E keni parë miq të nderuar edhe në dokumentar, nuk u futëm ne andej për shkak se i kishit të dhënat, por ju preferoj që të shkoni në Swiss Diamond, të provoni recetat e Dardanit. Në rast se ju pëlqen diçka, nuk do të thotë që Dardani e ka bërë keq bën, vaki gojën e keni diçka keq. Çdo gjë që Dardani e bën me shumë shije, me shumë fines, dhe unë besoj fuqishëm që Dardani është një shpresë e re e kulinarisë Kosovës. Dhe në rast se nesër mas nesër do të kemi në çmimet me Michelin Star, ky është një kandidat shumë serioz për të. Mirë po, pse e kemi në Maj të Gjuhës, edhe një përgjigje e fundit. Pse të kemi ftuar në Maj të Gjuhës? Përpos kësaj që e thash. Po. Ndoshta për sukseset që i kam pas në të kaluarën, po edhe për vizionin dhe qëllimin që e kam në të ardhmen. Domethënë në çat rrugën që në jam, mendoj që kjo ka qenë ndoshta arsyeja. Ty të kemi ftuar në Maj të Gjuhës për shkak se je shembull për të mirë. Je shembull për të mirë për profesionin që ushtron, për njeriu që je në bashkëpunim me kolegët, për shkak se shefat njihen që janë shumë rigoroz, shumë nervoz. Ti je strikt, je shumë profesionist, por marrëdhëniet me kolegët i ke në nivel shumë të lakmueshëm edhe prej shefave tjerë. Kështu që të kemi në Maj të Gjuhës se je shembull për të mirë. Dhe kjo është dhuratë për ty. Faleminderit shumë për juve. Urdhëro. Shumë faleminderit. Këtë dërgoje në shtëpi. Kjo të takon ty, kjo është dhuratë personale, dhe të falenderoj për recetat që do t'i përgatisësh sonte për miket e mia. Miq të nderuar, ne shifemi pak më vonë, ndërsa ju tani do të qëndroni në shoqëri me shef Dardan Makolli nga Swiss Diamond dhe do t'i përcjellni recetat e tia që i ka përzgjedhur për t'i përgatitur për miket e mia. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Domethënë sot për mysafirët e gjerit edhe për krejt neve, kena vendosur mi bë 2 lloj të mishnave. E kena një biftek të viçit, edhe e kena një copë të mishit ribeye, domethënë është për kualitetit Black Angus të mirë të Australisë. Edhe përveç mishnave, këta kanë më shërbim me 2 lloj të sosave të ndryshëm. Kam kërkon një sos cilin shumë prej steakhouse-ave e përdorin, është chimichurri që është një kombinim prej erëzave. Edhe sosi tjetër është kam kërkon sos bordelaise me qepë dhe me ven të kuqe, domethënë një sos francez cilin shkon shumë mirë me mish. Përveç mishnave e kena përzgjedhur edhe një lloj të peshkut me pas, kemi levrek, cilin do ta shërbejmë me 2 lloj të sosave dhe ato gjithashtu. Edhe disa perime, disa burania gjelbërta ose pasuli gjelbërt i ri, edhe kemi një sallatë kinva me limon vinegret.
edhe disa patate fondon, cilat shërbejnë në Francë. Domethënë gjitha këto kena mi përgatitur sot, kështu që fillojna pikë pare me marinimin e mishit. Domethënë kjo është mishi ribaj, i cili është kvalitet shumë i mirë, edhe bifteki i viçit. Për mish na kryesisht vetëm kryp edhe biber të zi, për shkak se kanë më shoqëruar edhe me sosa, edhe nuk ka nevojë shumë erza dhe marinim mastron. Përderisa unë i marinoj këtu, edhe Olti është asistenti jam kryesisht, edhe ky është kuzhinier në Swiss Diamond, ka qenë nxënës në shkollën profesionale, tash është kuzhinier. Unë me fillu me përgatitjen e qepës edhe disa sosa të cilat kena mi bërë në vazhdim. Vaj ulliri. Masi që ka fillu tigoni më nëzi, na i vendosëm ribaj. E të njëjtën përterë ose tigan që ne përdorëm, kena me vazhdu me sosin cilin e bojmë, edhe cili shoqërohet në mish. Këtu Olti është i përgatit disa qep grira shumë im, cilat kena mi përdor për sos, po njëkohësisht edhe një sos tjetër që kena mi përdor me levrek ma vonë, është bor blanc që bëhet me qep, me verë, ufull të verës bardhë dhe verë të bardhë, e lojna më reduktu, pasaj me buter e trashëm masa. I shtojna pak aroma timian dhe rozmarin. Dhe so mishit na tjetët, na i bojna edhe garniturën me patate, fondon. Patatet kena vendosur mi prej në formë trumullak, kurdo që don mundet mi prej në format e tij të dëshirume. Edhe do të me pas kujdes që me konë trashësia 90% e njëjtë. Edhe këto mbetjet cilat na mesin të patatës mujna i përdor për pire ose për çka do lloj tjetër. Unë tash e vendosëm edhe biftekin. Këtë lloj të patateve është mirë që këtë rrethin t'ja largojmë, për arsye se kena me pjek në përtere, edhe kena me vendos më bon ngjyra e kap, domethënë njëjtë si mishi. Kështu që për më bë dallimi ka me konë kjo poshtë. Tash njëjtën përtere, vetëm ja zbresim temperaturën. Pasi që i kemi dhonë ngjyrë mishnit, do me thonë në këtë përtere u met baza jonë e sosit. Në këtë bazë shtojmë pak buter, edhe qepët cilat i ka bo Olti. Për qepën na nevojitën dikon 5-6 minuta për të në që temperaturë të ullë. Pasi që qepët janë zbut, i shtojmë hudër pak, edhe kjo e grirë im. Edhe shtojmë verën e kuqe, edhe e rritim temperaturën, edhe e lojmë reduktu deri në një masë. Tash fillojna me përgatitjen e patateve. Tek qepët cilët të thamë pak më herët, e kena me shtu verë të bardhë edhe ufull të verën e zbardhë. Do me thonë, këto kryesisht shkon 200 gram verë të bardhë me 100 gram ufull, do me thonë është masa e përgjysmuar. Tash kemi me bo patatet fondon, pak vaj ulliri, edhe kena mu fokusu që me dhonë ngjyrë se cilës patate fillimisht. Se cila pjesë kena mu siguru mu konë shumë mirë me ngjyrë, për shkak se kur t'i hedhëm buter edhe ujë, ngjyra pak fillon me u largu. Kjo është ngjyra cilën po dojna me bo patatet. Do me thonë, ngjyrë të mirë, shtojna buter. Edhe hudër, rozmarin edhe timian.
ky sosi ka fillu veç më reduktu. Edhe kjo baza për bër blank thuaj se është gati. Pasi që buteri është shkri, i vendosëm ujë, për shkak se duhet mu zi mirë, edhe mbuloj me folit aluminit. Nëse veç nuk keni hapësirë, mundi me shti edhe në furrë, 15 minuta deri 20, varësisht për mallësisë patateve, nevojitet për pjekjen e saj. Tash e ulëm pak temperaturën, edhe e lajmë në zjarr të ngadalshëm me vazhdu me pjekjen e saj. Vazhdojna me sosin, cilin paraprakisht e kena pas përgatit bazën. Tash i shtojna demi-glace shtëpisë, domethënë është buljon i viçit, i cili reduktohet për një kohë dhe vjen këtë gjendje. Domethënë buljoni i viçit kryesisht bëhet prej eshnave, piperimeve, forgohen edhe lihet një kohë caktuar për muzi, edhe tani më kullu më reduktu është ky sos. Derisa sosit fillon të lidhet me venën e kuqe, na për përfundim i edhim disa pika lëng limoni. Edhe prej ashtit, domethënë e nxjerrëm vetëm këtë prej ashtit bon marro, domethënë ja nxjerrëm vjamin, këtë yndyrën, edhe prejna në kocka, edhe shkon shumë mirë me këtë sos. Këtu Olti është e bo sosin bër blank, i cili duhet vazhdimisht ka pak buter derisa të arrin konsistencën e duhur. E ulim temperaturën edhe i vendosëm këto bon marro brenda. Edhe magdanoz të gri. Këtu kemi prerjen për sos qimiquri, domethënë kena qep të kuqe, qep të bardh, sos chili djeks, magdanoz, hudër, origano, rozmarin, timian të thatë, kem pak biber me fora, biber të kuq, edhe ufull të verës të kuqe, edhe normal vaj ulliri. Domethënë kjo është një prej sosave cilën shumë steakhouse e përdorin, edhe është shumë i mirë me mishna, domethënë sidomos këta të skarës që pjeken. Shkoj patëm erëzat e thata, origano, rozmarin, timian, hudër, kem pak biber djeks me fora dhe biber të kuq, për ngjyrë, speci kuq i djekst, edhe magdanoz i freskët, uftën e verës të kuqe, zim pak, edhe krejt këto, domethënë i mbulojna me vaj ulliri ekstra virgjin, edhe normal krip edhe biber të zi. Edhe këto e lajmë diku 20 minuta më pushu, edhe se cila erz me liru ato aromat e veta cilat i ka. Edhe këto e kemi të gatshëm për me shërbim avon. Tanë që këthejmi të sosit tjetër cilën e patëm bër blank. Buteri është absorbu të qepa dhe të ufla dhe të vena e bardh. Tash e reduktojmë. Edhe kena me bo një sos tatar të nxehtë, i cili shkon shumë mirë me peshk, pak ma ndryshe prej sosave të zakonshëm. Është tatar i nxehtë, domethënë kryesisht tatarin e ftoftë besoj e din se cili, po tatar të nxehtë kena me shërbisat. Domethënë e kullojna këto dhe e largojna qepët. Domethënë kjo është baza për sosin tonë. Domethënë i shtojna kapërit të grim im, qep bardh, pak qep të kuqe, magdanoz, edhe trongu i turshi, cilën është e bo Olti. Këtu jemi duke bërë zirin e patateve. Në tigan shtojmë pak vaj ulliri, paraprakisht edhe i marinojna. Është file levreku, i filetum, edhe kam u shërby me 2 lloj sosa, domethënë me sosin tatar të nxehtë, edhe me një sos që kena me bërë këtu në tigan. Pasi që kemi dhënë 2 levrekut, i largojmë një anë.
Edhe të njëjtin tigan shtojna buter edhe tash e kena për sosin e radhës artikujt e nevojshëm. Pos kujdes të buteri, mos me na u djeg, se është kogja i ndjeshëm, edhe nuk e dojnë ato me pas ngjyrën e djeg. Shtojmë edhe pak vaj ulliri. Kemi pak qep kuqe, qep bardh, kaperi të grir im, edhe pak ançovis, ai peshku i vogël kryesisht në konzervë. Edhe hudër. I përzi mirë me buterin e këto. Njëkohësisht patatet veç na kanë përfundu. Janë zi, kjo është ngjyra edhe shija cilën na e kena dashur dhe duket shumë mirë në pjatë. Pasi që kemi fërgu paka shumë kepën edhe hudrën, shtojna limon segment, edhe normalisht edhe langun e limonit cilën e ka shumë. Kena edhe portokall segment, edhe langun e portokallit, edhe lëvore e limonit. I përzim gjitha bashk. Edhe për përfundim kemi magdanos thot, kryp edhe pak biber. Këtu kemi kenoat zime, dhe me thonë e zime veç në ujë me pak kryp. I kemi shtu edhe qiqra. Domate e preme në kobza, ose tomato concassé që i thojnë. Kena mango. Specat trengjërsh. Trongu i freskt. Magdanoz. Për dressing na duhet lëvore limoni, lemon zest, pak senf Dijon, pak hudër e grimcume, lëng limoni, krip, i përzim bashk, edhe gjitha këto i lidhe me vaj ulliri ekstra virgin. Dhe me thonë, mirë është. Edhe pra, tash këtë vinegretin e limonit, ja hedhim si për salatës quinoa me këto perimet cilat i patëm. E përzina mirë. Salatë verore shumë e mirë, me shumë vitamina, me karbohidrate të mira, me ngjyra të mira. Receta jonë e fundit është si garnitur për mishna dhe për peshk. Kena vendosur me bo burania gjelbërta ose green beans që thojnë në anglisht. Këtu paraprakisht i kena zi në ujë me kryp, tash vetëm ja dhojmë përfundimin. Në një tigan që jesëm vaj ulliri, qepën. Pasi që të përgohet pak qepa, i shtojmë hudër. Edhe i shtojmë këto buranijat e zjera. I përzi mirë, shtojmë pak buter. Pak ujë, krep, biber e zi, mase që janë lidhe dhe këto janë nxe, për fund kemi lëvore limoni për aromë. Edhe pra, kjo receta jonë e fundit për sot, kështu që pas pak do të fillojna me shërbimin e gjitha këtyre që i përgatitëm edhe
Po shihet kur s'kan ardhur ato që janë në përfushata politike. Por, me rëndësi që jemi një grup i grave që e njohin ushqimin, që e dojnë ushqimin edhe që e përcjellin atë me vend të shkëlqyshme, edhe me këto pjesë tradicionale të bukura që vinë nga mamamantia. Për ndryshe venën sonte e kemi nga Theranda Wine, e kemi Shi Wine në dorë, ndërsa kuzhinjerin, shefin, e kemi Dardan Makollin nga Swiss Diamond, është njëri prej shefave më të mirë në Kosovë, është shef që përgatit gourmet dhe është shef me çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Kështu që çdo gjë që ka përgatit këtu e ka përgatit sonte enkas për ju. Ju të gjitha keni qef mirë me hangër, edhe të gjitha e di që e njihni ushqimin mirë. Kështu që jo rasisht që lloj edhe lumi aty e cila unë nga shefit se unë e di ku me arë. E cila me vitet tona mbi 40 vjet. 40 vjet ka qenë pronare disa prej restoraneve fantastike në New York. Kështu që po jalo fjalën shef Dardanit me u spjegu se çka ka përgatit sonte për ju. Faleminderit shumë Xheri, përveç këtyre ushqimeve tradicionale nga mamantia, sot kemi përgatitur bashkë me Oltin, si për starter, salat quinoa, brenda përmbon qiqra, domate, tronguj, mango, gjithçka është e shpjeguar në recetën paraprakisht, edhe me krem avokado sipër. Kurse për gjellë kryesor ose i kam përgatitur 2 lloj të mishnave, është ribeye Black Angus nga Australia, i cili shoqërohet me salcë verës ose sos bordeaux me vend kuqe dhe me bon marro ose me atë palcën e ashtit. Po. Edhe kemi biftek dviqit, i cili shoqërohet me salcë chimichurri në shumë restorante në steakhouse. Shërbehet ky lloj sosi. Po, nga Argentina, është shumë i mirë dhe shkon shumë mirë me mesh. Edhe për adhurues të peshkut e kemi levrek sonte me 2 lloj të sosav. Pru Xheri pjulqinin? E ka pru shefi vetë. Unë ato temin e ruj kështu mrena. E kemi sos monio me portokall, me limon, me kapëri, edhe sosin tatar i nxehtë. Domethënë baza është bër blank me verdh bardhë me qep, ndërsa është tu tronguj turshi, qep, edhe këtu kapëri dhe limon zest. Ndërsa për garnitur, për me shoqëru këto 2 lloj mishnave, kemi patate fondant, cilat janë bë me buter, ngadal, edhe me ngjyrë tamam kështu kremoze, edhe me bishtoja, me limon, lëvore limonit me qep me hudër, kështu që veç i bëh mirë. Okej, shef Dardani 3 vetave për jush do t'ja shërbej pjatat e para, ndërsa ju tjerat do t'ju shërbej Olti, se shefi Olov fillimisht ka pas intervist me mu, e kom qitë në shosh, pastaj shoshën vete ka bo këtu në kuzhin, kështu që urdhno, po fillojmë prej Justinës, a? Justina? Si gjithmonë gërmanja unë nuk i ndaj të gjitha. Po. Mora gitarë shokën dhe nisa këngën time, tapim dhe nga një gotë me shoqe dhe shoqërinë. Mora gitarë shokën dhe nisa këngën time, tapim dhe nga një gotë me shoqe dhe shoqërinë. Se vitet i ki tutje dhe i ki një nga një, se vajzat bëhe zonja, rinia moj nuk vjen më. Se vitet i ki tutje dhe i ki një nga një, se vajzat bëhe zonja, rinia moj nuk vjen më.
rokullis nikadet benim şefim tamam se şefi është një ëmbël nuk blihet jo me para rokullis nikadet benim şefim tamam se şefi është një ëmbël nuk blihet jo me para se vitet i kitu tje dhe i kinja nga një se vajzat bëhe zonja linia moj nuk vjen më o 25 gërëshetat ti numërova pa fjetat o 25 gërëshetat ti numërova pa fjetat si numërove dot more djalo por zilok ti si numërove dot more djalo por zilok i moj lajle moj lulen o saj bukur shëmëje moj lajle moj lulen o saj bukur shëmëje mirëm rama zoja shpise mirëm rama zoja shpise a kemi shumë në dhone a kemi shumë në dhone sa ka deti ujterane sa ka deti ujterane sot ka fest gjithë shqiptaria ti dhe të vadja o nuk fushon gëzi plot shmërthenane janë o bjeri hajdes o më gjallon Gajde qi, jeni mos të thaftë të dora Gajde qi o djallëri, sot feston Kosova Jeni gajde qi, jeni mos të thaftë të dora Gajde qi o djallëri, sot feston Kosova Lujmi, durët e barë durët e barë si bilbylat o në përaram o në përaram e lujma belin qifteli so kutja telin e lujma belin qifteli so Hajde ta valëzojna valën e rrugovës Hajde ta valëzojna valën e rrugovës I dejte molla kushe kufini Kosovës Dejte molla kushe kufini Kosovës Hajde ta valëzojna valën me shamia Hajde ta valëzojna valën me shamia E jona Kosova, e jona Shqipnia E jona Kosova, e jona Shqipnia Oj lulije plumbi bardh A tha nana u dhambar Vaj, a tha nana u dhambar Vaj, u dhambar nana m'ka thonë Lot për fashe ja kam lon Vaj, lot për fashe ja kam lon Vaj, oj lulije plumbi ver Dhe I kunonat ka për sjell
Vaj, 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 gëj kunanat ka për sjell. Vaj, 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 ka për sjell te pragu i shpis, tu i shilot vetë se fshamis. Vaj, 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 tu i fshilot vetë se fshamis. Vaj, 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 kur kalon rrugës me naze si lule sambat, dalu pak e hin ma syni se kam sa merak. Kur kalon ti rrugës time me përshëndet, i faljetës ka shgezime jeta shtijave. Ky marak, marak ku i shkret, nuk valen zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, i nuk e ndroj për ta dy sy. Ky marak, marak, marak ku i shkret, i nuk valen zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, i nuk e ndroj për ta dy sy. Ky marak, marak, marak ku i shkret, i nuk valen zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, i nuk e ndroj për ta dy sy. Bashku mendja me ofej, e me marrë një ullësinja, ama nullësinja kjenë s'matonana, se m'ka zani u si marak. Ama nullësinja kjenë s'matonana, se m'ka zani u si marak. Kur ma ve boshen e kuqen, na mbushe me bukuri, aman jasaman mo izbuz burbushe, as ma fali syrin e zi. Aman jasaman mo izbuz burbushe, as ma fali syrin e zi. Si në po kjo puna verit, e vedetim shkone talas, ani mos ja prish qefi beqarit, na i burz zemrat me maras. Ani mos ja prish qefi beqarit, na i burz zemrat me maras.